Një ditë para festës së Fitër Bajramit, qytetarët e Kërçovës kanë dalë në treg për të bërë blerjet e fundit në prag të kësaj dite të rëndësishme për besimtarët musliman. E shtuna e njohur edhe si dita e tregut në qytet, këtë herë përkoi me ditën e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, duke sjellë një atmosferë të veçantë në rrugët dhe tregun e qytetit. Familjet janë kujdesur me atë sa kanë pasur mundësinë që të sigurojnë gjithçka të nevojshme për një festë të begatë, nga ushqimet tradicionale e deri tek veshjet e reja festive. Disa prej shitësve në tregun e gjelbër të Kërçovës shprehen të kënaqur me lëvizjen e sotme. Ka lëvizja ma koha e vështirë, hiç pa ndalë. Ka pak ma shumë lëvizje tash, se njerëzit janë që po sjellin Ramazanin, kanë xhenu, tash janë njerëzit pak me vullnet, e në shkon puna pak ma mirë, nesër Bajram, njerëzit kanë pare, kanë, për këta gjonat e vogla kanë pare. Se njerëzit kanë në gurbeçar, kanë në familjen e për gurbet. Kemi ka lëvizje. Me çmimet si janë? Çmimet nuk janë strejt. Ka rast sa bin çmimet. Kanë qenë për festën e Ramazanit, kanë qenë pak çmimet e larta, sa ashtu për herë bëhet ajo, kur bëhet një festë, ngren çmimet, ajo ne ku i marrim. Ma bane ne këtu, ma shumë, ma shtojnë se një qemë, se s'ka njerëzit dhe me pare, ashtu me halë, me derti janë qashtu. Pazari, si çdo javë, nuk ka shumë lëvizje dhe plus koha me shej. Dërsa tash para festës Bajramit njerëzit vinë, frekuentojnë? Po, vinë, frekuentojnë, po. Mirë është, nuk o keq. Me çmimet si janë? Çmimet janë normale, si çdo javë. Fitër Bajrami shënon përfundimin e Ramazanit dhe kremtohet me namazin e Bajramit, vizita familjare dhe akte bamirësie për të ndihmuar ata të cilët kanë nevojë.